Është koha e intervistës ditës me mua në studio, është ambasadori i Kosovës, zotëri Florian Qehaja. Zotëri Qehaja, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në Alçak. Mirë se gjë. Ky intervistë, zotëri Qehaja, po vjen një ditë pasi që Kosova u bë me qeveri të re, qeverinë Kurti 3. Çfarë do thotë kjo për Kosovën, por edhe për vendet fqinje, cilat do të jenë prioritetet e qeverisë Kurti 3? Kjo është vërtet një lajm i mirë, pas një periudhe të ngërçit politik që patëm vitit kaluar, dhe aq më parë që tash u bën në vigjilit të 18 vjetorit të Shtetsisë Kosovës. Fillimisht prioritetet janë mjaft ngutshme sa i përket ratifikimit të disa marrëveshjeve ndërkombëtare, siç janë plani i ngritjes, do të thotë financimet që vijnë si rrjedhore BE-s, plani i ngritjes, disa financime edhe kredi nga Banka Botërore, miratimi i buxhetit që ende nuk është miratuar për vitin 2026 në Kosovë. Kurse sa i përket prioriteteve të qeverisë, ato i shpalosi bërëm kryeministri Kurti në ekspozen e tij, të cilat ngërthejnë një gamë të gjatë të dikastereve dhe sektorëve me të cilën do të angazhohet mandati i ri qeveritar, që hyn në sektorin e mbrojtjes, të ekonomisë, mirëqenies, arsimit, shëndetësisë e kështu me radhë. Pa hyrë në detaje. Sigurisht edhe diplomacia. Çfarë pritshmërish ka diplomacia kosovare me këtë mandat të ri të Kurtit? Po, diplomacia jonë do të thotë është në një fazë proaktive dhe kjo aspekt proaktiv do të dinamizohet tashmë kur jemi në një ofanziv sa i përket marrjes së njëjeve në disa rajone të botës. Dhe gjitha fokusi do të jetë sa i përket konsolidimit të pozicionit tonë në integrimet evropiane. Ne fatkeqësisht qalojmë sa i përket faktit që 5 shtetet të BE-s ende nuk e kanë njohur shtetin e Kosovës, por me ngulm kërkojmë që të niset procedura për marrjen e kandidaturës për të qenë shtet kandidat i BE-s. Po ashtu vijojmë përpjekjet për të qenë pjesë e NATO-s dhe mbi të gjitha urojmë që do të futemi në agjendë në Këshillin e Evropës për të bërë antar i plot, pasi që jemi vetëm në fazën e fundit që të formalizojmë aderimin tonë në këtë organizatë të rëndësishme. Me që në krye të diplomacisë vjen Vlau Konjuca si njeriu i dytë më i votuar në Kosovë, a do të ketë ndryshim të qasjes së politikës jashtme? Në një politikë ndryshe nga ajo që kemi pa nga qeveria Kurti 2? Në kuptimin e kërkimit të njohjeve nga 5 shtetet anëtare. Po sigurisht që ajo është vizioni jonë strategjik, ajo është në diplomacinë e flasëm me një zë dhe ajo është do të thotë një ndër aspektet që ne do të insistojmë do të thotë që ta zgjerojmë spektrin e njohjeve dhe sidomos jemi të interesuar që ta finalizojmë aspektin e marrjes së njohjeve, sidomos nga 5 shtetet anëtare të BE-s që ende nuk e kanë bërë këtë hap. Të flasim pak për gjendjen e sigurisë në Kosovë, por edhe me procesin e dialogut që ndërlidhet edhe me diplomacinë. Në mandatin e kaluar qeveria u përball me një sulm terrorist që kishte për qëllim destabilizimin e vendit, ndërkohë autoritetet atje shtrinë sovranitetin, shuan të gjitha strukturat paralele të Serbisë. Sot, kur po flasim, si paraqitet gjendja e sigurisë në veri? Gjendja në veri tashmë është stabile, pasi që me angazhimin e organeve tona të rendit dhe organeve përcjellëse është arritur që të stabilizohet situata, është arritur që të eliminohen strukturat kriminale të cilat e kanë mbajtur peng atë pjesë territorit tonë, e të cilat kanë qenë do të thotë si mash dhe instrumenti i Serbisë në dëm të suverenitetit të Kosovës. Kulmi i saj, siç e dini, ishte sulmi në Banjë që përmendet ju dhe sulmi ndaj infrastrukturës kritike në IBL-Pend, sistemin e ujit që kemi ne. Dhe mendoj që tash pas një periudhe kemi të bëjmë me një stabilizim të situatës aty, kemi prezencë respektabile policore dhe kemi një normalitet në çdo aspekt, edhe në aspektin zhvillimor, sepse ka rritje të investimeve, do të thotë ajo plamba e investimit nga jugu po dal në pjesën veriore dhe ka elementet e para të një prospekti, do të thoja, ekonomik më të madh tani se sa në kohën kur ajo pjesë ishte vërtet peng i këtyre strukturave të dirigjuara nga Beogradi zyrtar. Duke njohur Serbinë si vend fqinj që keni, mund të rrezikohet sërish destabiliteti, pritet ndonjë kërcënim i ri, grupet janë shuar tërësisht apo
Ende i kanë në kontroll ndonjë strukturë të vetën Beogradi atje në veri? Ne kemi arritur deri në pikën që në brendit të teritorit tonë, të sidomos në veri, ti eliminojmë këto struktura të organizuara të cilat kanë qenë vërtet organizuara, dhe ne nuk shohim ndonjë rrezik të lartë sa i përket përdorimit të elementeve nga brenda, por gjithsesi që ne shohim një rrezikshmëri nga një sulm i mundshëm mbas edhe klasik i Serbisë. Nuk e përjashtojmë këtë si opcion dhe në vigjiljet të rrethonave, ndryshimit të rrethonave ndërkombëtare, ne jemi të vëmendshëm dhe prandaj qeveria e Kosovës ka qenë angazhuar proaktivisht në investimet në sferën e mbrojtjes, dhe këto investime bëhen për një arsye, që duke investuar për të rritur gatishmërinë luftarake, ne sigurohemi që mos ndodh lufta. Do të thotë ne përgatitemi për luftë për të mos ndodhur lufta. Dhe kjo është një maksim klasike që edhe ne jemi duke e bërë, dhe në funksion të kësaj edhe do të fillojmë me konsolidimin apo themelimin këtë vit të industrisë ushtarake, prodhimin e dronëve, municioneve dhe pajisjeve të tjera ushtarake në funksion të kapaciteteve tona, por edhe duke ndihmuar aleatëve dhe partnerëve tonë. Zonja Kallas, krye diplomatja e Bashkimit Evropian, ka uruar kurtin për formimin e qeverisë, megjithatë, siç tha ajo, do të angazhohet shumë shpejt për një takim të nivelit të lartë, këtu duke lënë të kuptohet mes zotrit Kurti dhe Vučić. Ka ndonjë paralajmërim për një takim të tillë apo? Unë nuk kam informacion sepse jam këtu do të thotë dhe e kam pa mesazhin në platformën X. Gjithsesi që ne jemi të përkushtuar si institucionet Kosovës që do të thotë për dialogun Kosovë-Serbi, i cili do të ketë në qendër njëjën reciproke dhe do të ketë simetrinë e zbatimin do të thotë e marrëveshjeve bazuar në parimin e barazisë dhe respektit të ndërsjellë. Do të thotë ne jemi të gatshëm të zbatojmë ajo që është derivat i marrëveshjes së Brukselit. Të flasim pak për bashkëpunimin mes Kosovës dhe Maqedonisë, për atë që ju jeni këtu në detyrë si ambasador. Tashmë kanë kaluar 1 vjet e gjysmë që kur është mbajtur ajo mbledhja e përbashkët e dy qeverive në Prishtinë, dhe nga kjo kohë që ka kaluar, si janë raportet mes dyja vendeve, si po avancojnë projektet për cilët ishin dakorduar dy qeverit në atë mbledhje? Po në atë mbledhje një ndër dy temat kryesore kanë qenë do të thotë operacionalizimi i pikave të përbashkëta kufitare dhe energjetika. Dhe ne kemi arritur shumë shpejt që temën e parë ta operacionalizojmë në këtë rast. Ti vëmë në funksion pikat kufitare të përbashkëta në bazë të modelit jo one stop shop, siç përmendet të rëndom, po modelit hyrje, ku ne, siç e dini, tashmë kemi kontroll vetëm në hyrje të territorit kur hyhet në Kosovë dhe kundërta, vetëm do të thotë kontroll në hyrje të Maqedonisë, dhe ne marrim informata do të thotë me faktin që hyjmë në një territor, marrim informata që dalim nëpërmjet softverit të Sigurisht ajo pjesë ka lehtësuar edhe qarkullimin. Ka lehtësuar dhe statistikisht mund të them që bazë statistikave që ka policia jonë, do të thotë krahasuar me vitin 2024, vitin 2025 kemi rritje diku prej 35% të kalimeve. Do të thotë qytetarën total, kjo tregon që qytetarët do të thotë tashmë dinë që pritjet janë më të vogla dhe kjo e lehtëson qarkullimin, që është interesi jonë që të kemi sa më shumë mobilitet me qytetarët në të dy anët. Këtu kur jemi tek qarkullimi, konkretisht duhet ju pyes edhe për projektin e rrugës Shkup-Blac, për cilën është diskutuar në atë mbledhje të dy qeverive. Ju si ambasador jeni të informuar nga autoritetet këtu në vend për dinamikën e këtij projekti? Sigurisht që jemi dhe jemi mjaft të interesuar që ky projekt më në fund të merr drejtim, sepse akoma s'ka marrë drejtim. Me fjalë tjera, kur nuk ka filluar së zbatuari, dhe ne jemi duke avokuar dhe duke transmetuar mesazhin që një herë e përgjithmonë të filloj ndërtimi i kësaj autostrade, sepse përveç që e lidh më shumë Kosovën me Maqedoninë e Veriut, ne lidhemi me korridorin 8 Këndej, që është duke ndërtu, dhe Maqedonia e Veriut lidhet me Kosovë dhe e përdor do të thotë rrugën për të shkuar në Shqipëri, Malzi, e kështu me radhë, do të ka beneficie të shumta dhe fjala është për një trasë shumë të vogël 11-12 kilometra, të cilën ne mendojmë që ajo në momentin që fillon së ndërtuar ajo mund të kryhet shumë shpejt. Por jemi të informuar dhe ne shpresojmë që më së largu deri në pranverë mund eventualisht të përmbyllet procedura
edhe që të fillojnë punimet aty. Kjo në bazë të vlerësimeve dhe informacioneve që ne kemi. Zotja, të flasim fare në fund për një proces shumë të ndjeshëm për Kosovën. Ajo është gjykimi i ish krerëve të UÇK-s në Hag, i cili po shkon drejt fundit. Prokuroria propozoi dënim me nga 45 vjet për secilin nga të akuzuarit. Ndërkohë, Pala Mbrojtëse i ka hedhur poshtë të gjitha këto pretendime. Si e vlerësoni gjithë këtë proces dhe cilat janë pritjet e Kosovës nga ky proces? Po mendoj që në këtë rast kanë dhënë qëndrime leadershipi ynë institucional, presidentja, kryeministri, lidhur me propozimin e prokurorisë, i cili është me të vërtetë i habetshëm dhe është në shpërputhje me realitetin që ka ndodhur në Kosovë, sepse lufta jonë qëndrimtare ka qenë luftë e drejtë dhe ky propozim është shpërputhje me luftën të cilën ne kemi zhvilluar, aq më parë që është qetësuese që ky propozim do të thotë në fakt forme jep një ekuivalencë, do të thotë me dënimet që janë bërë në trevën e Jugosllavisë ndaj kriminalëve më të njohur serbë atë komadë që kështu. Është një farë analogjie në kuptimin e dënimit të propozimit që për neve është absolutisht e papranueshme. Cili është qëndrimi institucional i Kosovës për këtë proces? Qëndrimin e ka transmetuar edhe presidentja, edhe kryeministri, do të thotë që ne presim një gjykim të drejtë, do të thotë të liderëve politik të ushtrisë qendrore të Kosovës, të cilët janë duke u gjykuar në Hag. Zotja, ka që kishin kohë për këtë intervistë, i falenderoj shumë. Faleminderit juve.